Aleksandar Jovanovski fitues në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në komunën e Kërçovës, sot mori zyrtarisht mandatin nga Komisioni Komunal Zgjedhor. Me këtë rast ai u prit në zyrë edhe nga kryetari deri tani Fatmir Dehari. Jovanovski falenderoi qytetarët për mbështetjen dhe u zotua se do të bashkëpunojë me të punësuarit në administratën komunale për të realizuar projekte që shërbejnë për të mirën e përgjithshme. Што имавме еден мирен, прекрасен, еден убав демократски изборен процес, без понижувања, без навреди, се помина во најдобар ред и можам тука за ова говорница сега да ви ветам честна, вредна и упорна работа за остварување на сите проекти за кои што сме се залагале. Сакам да ви укажам на сите дека ќе немаме никаков проблем, барем од мој аспект јас ќе се трудам да имаме најдобра можна соработка со сите вработени во општината, а особено да ги исполниме очекувањата на нашите граѓани, очекувања во смисол на хигиена, во смисол на проекти кои што ги понудивме и очекување во смисол на заеднички живот. Ndërkaq Dehari e uroi kryetarin e ri dhe I dëshiroi suksese në ushtrimin e detyrës. Po ju jeni dëshmitar. Sot bëra pasqyrimin e komunës, ja urova detyrën e re, ja uroj edhe një herë detyrën dhe I uroj të ketë shëndet dhe të ketë sukses detyrë. Po ashtu sot u certifikuan edhe këshilltarët e rinj komunal. Në përbërjen e re të Këshillit të Komunës së Kërçovës, VMRO-DPMN do të ketë 8 këshilltar, Aleanca Kombëtare për Integrim 5, Vlen 3, Lista e Pavarur 2 dhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë 1 këshilltar.